egon, ku Freudi do thoshte se brenda njeriut ego është paraqitja e majmunit, i cili nuk njeh të mirën objektive, vetëm atë subjektive të unit të tij, dhe të vësh do të thotë egon para në nivelet më të larta të një shoqërie, në këtë do të thotë volum të skajshëm 17 herë të njëjtin person për me bo kandidat për kuvendin e Kosovës, kur ne kishim zotri Konjufcën, pse nuk kandidohet zotri Konjufca për të njëjtën pozitë? Apo dikush tjetër, zotri Balla? Është keq për të thënë, unë kam 100 metra këtu, as 100 metra furrën ku blej bukë për shtëpi dhe çdo ditë i shoh nga 10 gra minimum të përmasës apo nivelit të Albulena Haxhiut, që janë qytetarë të thjeshtë të Republikës së Kosovës. Janë të njëjtit kapacitet sikur Albulena Haxhiu, që është kandidate për kuvendin e Kosovës. Nuk ka asnjë profesionalizëm aq të madh që ajo që Kosova të mohet si shtet bllokohet për një ego që Freudi do të thoshte shprehia e unit të majmunit. Zoti Gaxheri, si keni parë, si keni lexuar zgjedhjet në Shqipëri në 11 maj? Një pjesë mendojnë që fakti që fitoi Rama mandatin e 4, Kosova humbi një mburoj politike, ekonomike, ushtarake, për shkak të marrëdhënies së ftohtë midis dy kryeministrave që her pas here kalon dhe ngrit. Por ju si shikoni, si do jetë ky 4 vjeçar me kryeministër Edi Ramën? Zotri Balla, unë nuk jam adhuruesi i politikave të majta. Dhe me idete zotrit Rama kam pas rastin të jem të zhvilloj do të thotë veprime kundër ideve të tij të cilat kishin përardhje serbe për shkëputjen e veriut të Kosovës. Në atë kohë në Amerikë ka marrë dhe veprime që kjo ide isha pjesë e grupeve të punuese për që kjo ide të shuhet, të mos të realizohej. Por zotri Balla, ne duhet jemi realist. Edi Rama gëzon një dominancë, do të thoja, këtu në regionin tonë të Ballkanit Perëndimor si lider, edhe më tej. Do të thotë prezenca e tij dhe politika e tij, karizma e tij e ka bërë që të tërheq edhe fuqitë tjera politike për rreth vetës dhe të organizoj një event të cilin e pam ne në Shqipëri, është një arritje e madhe. Dhe ne shqiptarët duhet të mësohem që hakun suksesin t'i gëzohem, jo t'a xhelozojmë, jo t'a kemi inati përse, vetëm se nuk është në njëjtën rrym apo mendim. Zotri Rama do të ketë, unë mendoj në 4 vitet e ardhshme do të ketë zhvillime rapide, si në ekonomi, ashtu dhe në përfaqësim diplomatik jashtë vendit. Po tek raporti jon? Urno? Tek raporti jon, si do I kemi në raporte mes dy qeverive? Tani në mes të dy qeverive, zotri Kurti problemin e ka se nuk ka mos koordinimin vetëm me Shqipërinë, ka mos koordinim me Bashkimin Evropian. Qarta se thojnë ata, mentaliteti I njëjtë nuk e afron Kosovën për drejt Evropës, e largon atë, duhet ndruar mendimi, mentaliteti. Nuk është të thome që zotri Kurti të mos jetë kryeministër I arshëm përse, ai mund të jetë, por qasja duhet të jetë ndryshe, do të thotë